Miss Finlanda shkarkon fituesen me origjinë shqiptare. Shkak bëhet fotoja postuar në Snapchat. Një ngjarje pa precedent tronditi këtë javë organizaton e Miss Finlanda, e cila mori vendimin drastik për t'i hequr menjëherë titullin fituese së zgjedhur për vitin 2025, Sara Dzavce. 22 vjeçaria me origjinë shqiptare nga Kosova është tashmë e para Miss në historinë e kompeticionit finlandez, që humb zyrtarisht kurorën e saj, një hap ekstrem që nuk kishte marrë kur më parë në këtë formë. Gjithçka ndodhi në 1 dhjetor pasi media finlandeze Ilta Sanomat publikoi një mesazh të Saras, i cili po qarkullonte me shpejtësi në Snapchat dhe Instagram. Në foto ajo shihet duke tërhequr syt me gishta për të dukur të pjerët, një gjest i njohur ndërkombëtarisht si tallës ndaj komuniteteve aziatike. Mbi shkrimin në finlandisht, duke ngrënë me një kinez ushqim kinez, u konsiderua menjëherë përmbajtje raciste, duke shkaktuar një valë të fuqishme reagimesh publike. CEO i konkursit doli në një konferencë për shtyp për të shpallur vendimin pas një shqyrtimi të detajuar. Vajza humbi titullin e saj si Miss Finlanda. Ky ishte një vendim i arsyetuar dhe i vështirë, deklaroi Sjögren, duke theksuar se sjellje diskriminuese nuk janë të tolerueshme për një figurë që përfaqëson vendin në skenën ndërkombëtare. Sara, e cila në rrjetet sociale shprehej me krenari për rënjët në malet e Kosovës, u shfaqe tronditur nga lajmi. Nuk e prisja, e mora vesh këtë mëngjes. Vendimi u mor me mirëkuptim të ndërsjellë, tha ajo për mediat finlandeze. Heqja e kurorës nga fituesja kryesore është një ngjarje që nuk ka ndodhur asnjëherë më parë në këtë kompeticion.